Të nderuar teleshikues, sot jemi në ambientet e Agroturizm Paja, ka organizuar një aktivitet profesor Fetalezi për monitorimin e liqeneve. Që do të thotë për të marrë liqenet në kontroll me qëllim që mos krijohen mbetje dhe papastërti në për këto liqene. Atëherë të ndjekim këtë aktivitet që të zhvillohet. Një takim i rëndësishëm i dedikuar mbrojtjes dhe mirëmbajtjes së liqeneve të zonës së Dumres, në drejtimin e profesor doktor Fetalezit. Në aktivitet morën pjesë përfaqësues të bashkisë dhe nxënës të gjimnazit Sami Frashëri Belç, të cilët u angazhuan në një diskutim të hapur mbi sfidat mjedisore dhe rëndësinë e ruajtjes së pasurive natyrore. Profesor Elezi theksoi se 84 liqenet e Dumres përbën një trashëgimi të jashtëzakonshme natyrore, jo vetëm për zonën e Belçit, por për të gjithë Shqipërinë. Ai nënvizoi rëndësinë e ndërgjegjësimit qytetar dhe rolit që secili duhet të marrë për të parandaluar ndotjen, keqpërdorimin dhe degradimin e këtyre ekosistemeve unike. Pjesëmarrësit diskutuan mbi problematikat aktuale, si hedhja e mbetjeve, mungesa e kujdesit në zona turistike, ndikimi i aktiviteteve ekonomike dhe mungesa e informimit mjedisor. Ne në bashkëpunim edhe me drejtuesit e bashkisë jemi konsultuar lidhur me shqetësimet reale për gjendjen e liqeneve në zonën e Dumres. Është një pasuri e madhe e natyrore në dispozicion të njerëzve të kësaj zone, por sigurisht ka mjaft shqetësime lidhur me gjendjen, mirëmbajtjen e tyre. Mbas përpjekjesh, këtë vit ne gjetëm mundësinë me një fond minimal nga një zyrë e Koplani me mbështetjen e Bashkimit Evropian të angazhojmë disa burime, resurse. Është bën pjesë një biolog, profesori asociuar në stafin e këtij projekti, i cili fatkeqësisht është smur për momentin, po e kaloi, është kthej nga ana jon, nga Kosova, quhet Bledar Pepa, është biolog. Në staf është një kimiste, profesoreshke tek Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe sigurisht edhe unë si drejtues i këtij projekti. Dhe objektivi kryesor është të studiohet gjendja reale e liqeneve për të krijuar një model se cila është situata. Pra, janë 84 liqene gjithsej që kërkon një investim shumë të madh. Ne për këtë rast zgjodhëm kaq mbështetëm për 5 liqene dhe në këtë janë përfshirë liqeni i Belçit, Cestijes, Merhojës, Degës dhe Marinza. Deri tani janë kryer këto aktivitete. Në mënyrë të organizuar janë marrë mostrat e ujit në 5 liqenet nga ekspertët, si shtat nga profesorët, duke i mbështetur me varka, me punonjës, me makina transporti dhe janë kryer analizat në një laborator të certifikuar në Universitetit Shtetëror Universitet Tiranës. Gjithashtu janë bërë vëzhgime për vlerësimin real të gjendjes në këto liqene për ndotjen dhe ne në këtë takim të sotshëm në fakt kishim ftuar edhe disa nga ata që punojnë pranë liqeneve, që kanë aktivitetin e peshkimit dhe të agroturizmit në këto liqene, jo për gjithë Dumren, dhe fatmirësisht kemi vetëm sipërmarrësin e liqenit Degës, i cili është prezentu Driloni, apo jo? Drilon Osmani është inxhinier dhe ka studiuar për inxhinier peshkimi, pra është në fushën e tij, edhe gjithashtu falenderoj që merr pjesë dhe në vjen keq që edhe të tjerët
tre tjerët nuk janë prezent, është drejt e tyre. Ne mendojmë që me diskutimet që do bëjmë, me konkluzonet që do të arrijmë sot dhe do t'ja parashtrojmë zyrtarisht edhe Bashkisë Beshit, është vetëm qëllimi i mirë për të ndihmuar të gjithë bashkë, pra për të nxjerrë shkaqet reale dhe për të mbështetur pastaj. Kjo ishte pjesa e parë e informacionit që fatkeqësisht nuk munda ta shfaqem. Tani sipas rendit ditës që ja kemi çuar, zoti Shefqet do t'jap një informacion mbi vëzhgimin dhe vlerësimin që kemi bërë për gjendjen reale të ndotsëve në këto 5 liqene. Kam deri që t'ju sqaroj këto lloj problemesh, pasi kam shumë vite që nuk kam dhënë mësim. Dhe kjo më kujton një orë mësimi. Tani këtu kemi paraqitur një hartë për liqenet që janë marrur në studim. Në projektin që sa profesor. Janë marrë në studim liqeni Mërvojës, Dekonshtu, liqeni Çështjes, liqeni Degës dhe liqeni Marinës. Janë marrë në studim 3 liqene, nga këta liqeni që ka zona e Dumres. Përveç kësaj, projekti nga profesori, ne kemi menduar që të bëjmë dhe një projekt tjetër për emërtimin, evidencimin edhe karakteristikat që ka çdo liqen. Sepse thuhet, e kam thënë dhe herë tjera, thuhet 84, sa thon 94, sa thon 83, pra duhet të regjistruar. Po ndërkohë edhe sipërfaqet e atësit kanë ndryshuar të këtyre, edhe karakteristikat florës dhe faunës. Tani, në lidhje me temën që kemi sot, ne verifikuam në praktik liqenet, përse përket ndotjeve, ato e modema analiza kimike, dhe fillimisht të mësën ishim në liqenin e Mërvojës. Pra ishim liqenin e Mërvojës, e verifikuam që 2 lokalet që janë në Mërvoj, lokalit Cili dhe Zena, pavarësisht se kjo që ka marrë atë e ka Zena, të 2 këto liqene nuk derdhin ura të zeza dhe të bardha në liqen. Pra, kjo në gjë e mirë të liqeni betë i pasur. Ndërkohë nuk ka banesa afër të cilët të derdhin në ura të zeza. Dhe sipas mendimit tonë, ky liqen nuk përbën, domethënë, rrezik ndotje, pra nuk ka ndotje. Ato analizat e që janë, do t'i paraqesë vetë profesori, që janë bërë. Pas këti liqeni, ne shkuam në liqenin e Degës. Ose liqeni luleve që ka aty në internet. Ky liqen është një liqen i bukur dhe fatmirësisht nuk ka ndërtime rreth e qartë këtij liqeni. Kjo është gjë e mirë se po ketë ndërtim. Është i pastër. Ky liqen me fjalë ka thellësi të cegët për arsye se ka një sipërfaqe ujë mbledhje e ka të vogël, pra duhet shumë vite që vinë rreshje që ai të dhe duke u rritur dhe se da themi dhe për liqen tjera, duke u rritur sasia ujit në rreshjet, aq në përqindje më vogël është ndotjes. Pra, nëse kanë ndotje, diçka e kanë për arsye se ka rënë niveli atyre, edhe patjetër që përqindja është më lart. Po, ky liqen është i pastër, domethënë, për këtë problem. Pastaj, bashkë me grupin dhe me profesorin, ne verifikuam liqenin e Çështjes. Një liqen i madh, për nga sipërfaqja, pavarësisht se është shterë i pjesë e tokës atje, nga mungesa e rreshjeve, po i liqen i pastër, edhe ky liqen nuk ka ndërtesa ose nuk ka banime rreth i qartë. Dhe sipas mendimit tonë, domosdoshmë është i liqen që nuk ka mbetje, domethënë, për të ndotur. Pastaj erdhi liqeni Marinës.
Edhe liçeni Marinës është e rrethuar nga pyet, pas e ko paka qaj quhet ajo atje. Po, kështu që nuk ishte ndotje. To janë 4 liçene që ne verifikuam dhe me thënë se të probleme dhe sipas kujtimit tonë, ta nuk kanë ndotje, domethënë pavarësisht nga analizat që mund dalin, sepse duke rënë niveli e thashë që rritet niveli i ndotjes, domethënë atë. Ne në fakt domethënë në vazhdimsi do të studiojmë dhe do monitorojmë dhe liçene të tjera, sepse nuk janë vetëm ta, ka dhe liçene të tjera. Në atë grupin e punës kemi zgjedhur një grup rekomandimesh me qëllim që të parandalojmë ndotjen. Si rekomandimi i parë, sepse rekomandime bëjmë ne, domethënë dhe shoqata e pozitivit, po rekomandime, domethënë sepse nuk ka fuqi ose pushtet që të ndalojë, por bën rekomandime që aparaqet bashkisë pushtetit caktuar. Rekomandimi i parë që bëjmë ne është që të ndalohet hedhja e plerave, domethënë të shpetëve në liçene, sepse realisht jemi ndërgjeshëm që kanë qenë hedhur në shumë liçene për peshk. Pra që gjinen ato ushqime që nuk përbëjnë ndotje, sepse dhe peshku do ushqim kuptohet, por të gjenen ato ushqime që nuk ndosin. Së dyti, të jenë në monitorim të vazhdueshëm jo vetëm ta 4 liçene, po dhe liçene tjerë për nivelin e mikroorganizmave që kanë, që janë të dëmshme për njeriu. E treta, domethënë, përveç këtyre, nëse do të bëhen ndërtime, sepse mund të bëhen ndërtime, domethënë agroturizma ose turizma, këto të rregullohen nga pushteti vendor që të gjithë mbeturinat, të gjithë ujërat e zeza dhe të bardha ti depozitojnë o në gropa septike ose të gjithë nivel që mos kalon në liçene. Sepse ne majmë mend që domethënë kur ishim vejë ne lasim liçene. Domethënë nuk kishte ndotje, sepse s'kishte ndërtime, nuk kishte kaq hedhurina. Se ne herë themi që domethënë për pastrime, se shohim televizor, kanë bërë mbeturina këtu, kanë një mbeturina, por veç detyrave që ka qeveria për këto, për grumullimin, por edhe komuniteti duhet të ndërgjegjësohet, që për shembull ka i letër në xhep, mos e hedhë atje për dhe, ka një plasmas, ta depozitoj në vendin e dur, se këtu e kemi edhe ne përgjegjësinë, domethënë krahas shtetit. Shteti mund t'i marrë, por ama hedhin e bën njeriu edhe kanal si patket tjetër. Kemi pas shumë njerëz, ose nga makina tjetër. Pra, e këto ishim si. Edhe ju faleminderit. Problemet e këtyre liçeneve që në përgjithësi për zonën Dumres, po aq më tepër këto që monitorohen edhe po ndiqen nga afër për problemet e ndotjes, shkallës ndotjes dhe nga shkaktohet, nëse ka ndotje, edhe duke pas parasysh dhe analizat që kanë dalë, të cilat në përgjithësi për këto 5 liçene që ne po flasim këtu, janë me përmbajtje në nivel, domethënë jo mbi nivelin që të krijojë katastrofë në faunë, peshku në njërin tjetër që kanë ato brenda. Unë kam parasysh edhe mërhojen, që ka një sipërfaqe prim mbi 60 ca hektarë më duket, edhe ka një thellësi maksimale që shkon deri në 62 metra, të cilat e mbajnë në ekuilibër, dhe më këtë ndotje nuk e ka kur problema domene, plus që janë monitoruar edhe të ujërat të ndotura, ujërat e zeza, të cilat edhe në qovë se nuk ndikojnë ke shkalla e infeksionit tek ajo ndotja, thjesht është edhe nga ana psikike kështu dhe më për këtë punë. Edhe dega po është e tillë, çestia ka i sipërfaqe goxha mbi 90 ca hektar, 96 hektar, thellësit janë të ndryshme. Tash neve thjesht kërkojmë këtu se si duhet të jetë, por ama se sa ndikojmë ne te kjo, është thjesht monitorimi këtyre që u bëhet për hedhjen e ujërave të ndotura dhe njëkohësisht normalisht që ne kemi edhe zëvendëskretarin këtu i cili
përderisa që këtë është bërë edhe propozimi për të marrë status të veçantë liçene të ndryshme. Këto normalisht do kenë parasysh pastaj kur bëhen ndërtimet në mënyrë që para se të marrë një leje ndërtimi të ketë gjitha ato parametrat që të mos ta ndosë, mos ta bëj. Edhe ne na vjen mirë si komunitet, unë jam pjesë e tij, që monitorohen edhe kemi një gjë parasysh se na ka ngelur goja unë dot u bë, hodhi plera, hodhi mbeturina. Tashi, edhe këto që janë edhe specialistë ai zotëria atje, po edhe juve që do jepni rekomandime, cilat do të quhen lëndë që e ndot, mund të hedhi jonç të freskët e ndot, mund të hedhi diçka me prashim të plera organike që ato normalisht e ndotin, sepse janë aq më tepër shpendët, se është me origjinë shtazore edhe bimore, konsumi që ka bërë. Ne jemi, unë për vete jam pro edhe okej për të studim që ju i bëni, inshallah, me rezultat më tutje. Faleminderit. Dhe për ftesën, profesor Fetajt edhe grupit punës. Këto janë projekte të cilat janë projekte me vlerë, sepse ato... Po. Janë shumë domosdoshme, të paktën për bashkinë tonë, për zonën e Beqës. Dhe janë projekte të cilat do të depozitohen në bashki ku nesër mund të përdoren si statistika për aplikimin e projekte më madhore. Ne kemi një informacion, një studim goxha të bërë. Përse i përket atë që tha profesori, edhe ne si bashki, çdo liçen ka atë kuotën e vet, cilit uji do të përdoret. Por duke ditur që paka shumë pjesa më e madhe e liçeneve është dhënë me kontrata peshkimi, edhe ne janë dhe në monitorim nga vet administratorët. Ne do duam që në çdo moment sinjalizohemi institucionit që shiko tashmë po arrin pikën kritike ku ne edhe pastaj marrim vëzhgimin apo nxjerrim grupet e punës dhe të shikojmë. Kjo është paka shumë, domethënë ne ka fjalë që duhet të jetë një marrëdhënie e përbashkët midis edhe institucioneve, por edhe ata cilët subjekte. Në ditë veçanta që janë për këto organizime përkatëse, si dhe një grup nxënësish ne bashkë bëjmë një diskusion për të liçene për cilën ka marrë në trajtim projekti juaj, dhe në vazhdimsi do të sillim edhe një grup tjetër nxënësish, pasi duke ndërgjegjësuar të ri, ata nesër do të jenë të angazhuar për të mbajtur sa më pas të liçene. Ndoshta dikush për tyre do dojë të vazhdojë këto profile që kanë bënë me inxhinierinë e peshkimit ose inxhinierinë e disi ose ku diun edhe për liçenat. Nxënësit e pasere bëjnë projekte në fakt. Në disa projekte kanë marrë pjesë që kanë bënë me bukuritë që liçenat i japin zonës tonë, dhe kjo është një veçantë që duhet ruhet në zonën tonë. Edhe falenderoj. Dhe sa më shpesh jemi pjesë e këtyre takimeve, aq më mirë do të jenë për shkollën tonë. Faleminderit. Sigurisht dijen, fliten, por marrin një kanal zyrtar dhe mas konfirmimit, si thuash, raportimin bashkisë, tek donatori gjithashtu do t'i raportojmë, do paraqesim raportin dhe i gjithë qëllimi ka qenë pas këtij të mund të gjetë një mbështetje tjetër më e madhe. Ndoshta jo për të liçenët, sikur se thanë kryetari, po për një pjesë më të madhe. Edhe kjo varet nga mënyra se si do të raportohet kjo punë, nga rezultatet e kësaj pune, dhe sa të besueshëm do jenë aktorët që kanë marrë pjesë. Sigurisht edhe nevoja patjetër që është, po duhet argumentuar. Pra, reduktimi i ndotjes, sikur se e shikoni është tema dhe mbështetet një buxhet minimal, por ai që ka fitu projektin nga zyra e BE-s është Koplan, është një institucion shumë i rëndësishëm dhe unë kur para një viti jam ndjeni nga kryetari që Koplani ka bërë studimin urbanistik të bashkisë të qendrës Belçit. Edhe le të shpresojmë mund të vazhdoj kjo lidhja dhe ai është një institucion shumë i fuqishëm, është
pranë Universitetit Polis, si e dini është universitet shumë teknik, shumë e rëndësishëm në Shqipëri, edhe është nga të parë që ka kriju lidhje me institucionet e urbanistikës dhe të arkitekturës, sigurisht është privat. Unë do dëshiroja shumë që të ishte një lidhje e vazhdueshme e planit me Bashkinë e Belshit. Kaloj? Atëherë nëse bijem dakord që këto përfundime është kthyer Belshi në një qendër e rëndësishme turistike, janë bërë investime shumë të mëdha për zgjerimin e kultivimit të ullirit, që ka përmirësuar edhe natyrën, edhe peizazhin, edhe klimën tëra, dhe është përmirësuar ndjeshëm infrastruktura rrugore, mekanizimi e tjera. Ka dhe shumë tjera që mundësuar. Por këto janë këto arritje, apo jo? Tani, çfarë do të rekomandohemi? Që monitorimi i vazhdueshëm i gjendjes kimike dhe mikrobiologjike. Besoj e kuptoni që janë dy gjëra të ndryshme. Pra, edhe ndotja kimike, por dhe ajo mikrobiologjike. Kontrolli rigoros për menaxhimin e mbetjeve, me drejtë u përmend këtu, siç e thanë, për ato plastiket e për tjera. Duhet të ndihet zëri i atyre që drejtojnë, që nga kryetari i shtetit, administratori, edhe duke kontrolluar, edhe duke këshilluar, por edhe duke ndëshkuar, nëse kanë vështirësi, besoj ju e keni përvojnë, bisedojnë edhe bashkëpunim me bashkinë. Dhe ka qenë e ka hershme e profesor Shefqetit kjo kërkesë për ngritjen e një qendre monitorimi mjedisor në Belsh. Në fakt, gjithë duhet të bëjmë, sepse patjetër bashkia është në krye të kësaj pune, por gjithë duhet të japim ide, mendim, po dhe për të jepë mundësi. Është e nevojshme, tani është bërë domosdoshme, një qendër, ju e kuptoni që të ketë të gjitha ato macit e klimës, të reshjeve, e tjera, të ndotjeve, dhe bëjë. Dhe unë besoj që po të argumentohet, edhe mund të gjenet dhe mbështetja për ta ngritur këtë qendër. Këto lidhur me temën, tani me qenë se dua të prezantoj edhe këtë pjesë tjetër, sigurisht nuk është e liqeneve, është ajo çfarë kemi bërë e po bëjmë këtu në bashkinë, në territorin e bashkisë Belshit, por më shumë edhe për disa që s'kanë marrë pjesë e tjera, unë një informacion të shkurtër në atë se çfarë qendra e resurseve gjenetike është zhvendosur në Belsh. Bashkia i ka dhënë mbështetjen e parë fillestare edhe tash me shok. Aktualisht kjo është qendra ku ruhen resurset gjenetike të bimëve, që të dini është pas Bankës Kombëtare Shqiptare, në rrugë private është vetmja qendër në Shqipëri. Ky është fshati Ardhit, është fshati bukur, se në zonë si s'kanë qenë, po është i bukur, është i mirë. Kaloj? Ja, kjo është këtu, e gjithë kjo ndërtesa e madhe, si shikoni, e kanë zbukuruar njerëzit, ullin, gjithë ullin. Po është e hershme foto, ullin dhe shumë të mëdhenj tani. Kaloj? Kjo është banka e farave. Do të shikojmë më poshtë fushat eksperimentale që prodhohen. Ja, në serë prodhohen fidanat. Sigurisht nuk prodhohen për furnizu fermerët. Prodhohen aq sa për ato resurse gjenetike domosdoshme që për të rirë farën. Sepse duhen fonde, duhen investime të mëdha. Ja, dhe fushat eksperimentale të ndryshme, patates, grurit, e tjera, kaloje. Pra janë parcelet vogla, këtu janë varietetet tradicionale, këto janë foto të këtij viti, kaloje. Ky është koleksioni i bishtajoreve, pra janë shumë të rëndësishme. Në pjesa agronome do të kemi deficit të madh dhe këto kultura. Janë mjaft të domosdoshme për të pasuruar tokën në pamundësi në klerat organike, po thuajse shumë pak përdoren,
bota e zhvilluar në bujqësi i përdorë gjithësisht edhe për klerin, por ju e dini edhe nxënësit besoj që bimë bishajore kanë aftësi azotofiksuese e pasurojnë tokën. Të tëra farat, sa për të shtuar pak e për eksperimente, mund t'i gjeni këtu ke qenë rajon. Ky është koleksioni i domates me të gjitha varietetet autoktone dhe tradicionale, që kalojnë. Edhe mënyra si ruhen brenda në banjë e farave. Kjo është një qendër e mirëfill shkencore. Këtu organizohen takime kombëtare, si shikoni, këtu janë nga gjithë institucionet qendrore të Shqipërisë, nga institutet, pjesëmarrës, edhe kjo është foto e këtij viti, nga institutet në Tiranë, në Lushnjë, edhe universiteti kalojnë. Është dhe qendër didaktike, pra tu vinë, veç e para ishte për të hapur përvojë rezultatet, edhe për mësuar studentët master, bachelor, jo vetëm nga Universiteti Bujqësor, por edhe nga Universiteti Prishtinës, kanë qenë për vizitë, kalojnë. Kjo qendër e jonë, mbështetjen e parë që nga viti 2019 e ka pasur nga një qendër homologe, analoge, si që është kjo, po është shumë e madhe në Austri. Alkenoa është nga më të mëdhatë në Europë. Takimi u mbyll me një thirrje të përbashkët për përgjegjësi dhe veprim të menjëhershëm, duke nxjerrë në pa faktin se mbrojtja e liçeneve të Dumres është një detyrë e përbashkët që kërkon bashkëpunim mes institucioneve, komunitetit edhe të rinjve. Ky aktivitet shënon një hap të rëndësishëm drejt forcimit të kulturës së ruajtjes së mjedisit dhe kujdesit për një nga asetet më të çmuara natyrore të Belshit. Të nderuar teleshikues, siç na ndoqët dhe gjatë kësaj kohe, ne ishim në agroturizëm Paja, në ambientet të tij, në një aktivitet për liçenet. Faleminderit për vëmendjen dhe miru takoheshin në emisionin e ardhshëm.